Durrësi deri në tepa. Shiko, çdo gjë mund të lejohet për sa kohë përfitimet janë të jashtëzakonshme dhe këto bëhen të qarta, bëhen transparente. Po kush është përfitimi dhe Ornela që thot dhe Erioni që thot fëmijë, po ku do t'i çosh fëmijë, mo të shikojnë vilat elitare të këtyre, të çojnë Green Coast. Ja. Kjo është vilat elitare. E ka kafshuar malin. Unë jam pro investime, shiko, jam pro investime dhe pro një qasje... Edhe ata të huaj, duhet keni parasysh ndjeset të ndërpreva. është 18% më turizmi sot, prodhimi përgjithshëm bruto, ka 5,5 miliard. Por nuk po vinë turistët, po nuk po vinë turistët vetë për vilat. Ka parashikuar projekti, po puna është... Duhet keni, sot turizmi është një ndër sektorë kryesor të ekonomisë. Bi 5,5 miliard të ardhura të deklaruara, plus ato që nuk deklarohen informalitetin. Por duhet të keni parasysh që nuk vinë për natyrën, vinë për, le të themi, për bukuritë e natyrës, nuk vinë për vilat elitare, nuk po vinë për glikosin, nuk po vinë për ndërtime. Jam dakord. Nëse është kështu jam dakord me ty. Po kjo jo më kështu është. Për një studim pasale ka sjell Pelikani, kaq dua unë. Po je mos bër. Se dikush ma sqaron si ta afrimi. Unë nuk e dia, më mbushën mendjen. Unë jam i gatshëm. Ore unë jam mendje hapur, nuk jam mendje mbyllur. Por edhe keni parasysh dhe mbylla. Ajo 4 miliard që e para nuk ka një studim që është 4 miliard që ajo 3% do idem për 10 vjet njerë 3% që GDP-s nuk është e vërtet mos e jo do idem për 10 vjet ato janë budallë se këta po të fyen inteligjencën po sot GDP e Shqipërisë është mbi 27 miliard do idem do bëjmë për 10 vjet janë dhe sikur të jetë 4 miliard janë 400 milionë kështu që në 27 miliard në 10 vitet e ardhshme GDP-ja do vej 35 miliard nuk janë asnjë % pas 5 vitesh asnjë % Nëse më sot në botë ka qyteti ndoshta më i suksesshëm turistik në këtë moment Shqipëri është Saranda. Saranda është dramë urbanistike, po në Sarandë turistët marrin disa eksperjenca. Pra ikin në Butrin, ikin te Syri Kaltër, ikin Gjirokastër, dalin me anije, shkojnë deri në Krorës. Tani, pra ka ofertë turistike. Po ka ofertë, pra këto janë eksperiencat. Në momentin që ti ja kufizon këto eksperienca, patjetër që do vinë ato në Sarandë vetëm për të qëndruar në ato ndërtesat me shtesa që i kanë gjitur. E njëta gjë dhe Vlorë. Po, pra, ideja është kjo, doja thoja dhe këtë, në gjitha llojet e projekteve që bëhen sa do të vogla, jo më këto që ka një që quhet studim fizibiliteti, e kupton që ti kupton nga gjithçka çfarë do bëhet, çfarë do arrihet edhe çfarë do merret. Pra, ideja është që në qoftë se bëhen studime të mirë fillta dhe këto studime, siç thot kryeministri që thot zona do vazhdoj të jetë e mbrojtur.